Tensionet mes Shteteve të Bashkuara dhe Venezuelës janë thelluar ndjeshëm pas zbulimit se presidenti amerikan Donald Trump ka dhënë autorizim zyrtar për CIA që të ndërmarrë operacione të fshehta brenda territorit të Venezuelës. Agjencia Amerikane e Inteligjencës së Jashtme, e njohur për përdorimin e njësive speciale në misione të klasifikuara si Black Ops, raportohet se ka filluar ose është në fazë planifikimi për misione sekrete në vendin latin. Qëllimi i këtyre operacioneve, shkruan Inside Over, është të rritet presionin mbi presidentin Nicolas Maduro, trashëgimtari politik i Hugo Chavez, për të favorizuar, siç dyshon Caracasi zyrtar, një skenar ndryshim regjimi të dirigjuar nga jashtë. Për qeverinë venezueliane, intensifikimi i aktivitetit të inteligjencës amerikane dhe i lëvizjeve ushtarake të mbuluara nga diplomacia janë dëshmi e qartë të një agresioni politik dhe të një tentative për destabilizim të qëllimshëm. Caracas e ka cilësuar këtë si një ndërhyrje flagrante në sovranitetin kombëtar dhe një rrezik të drejtpërdrejtë për sigurinë rajonale. Në këtë kontekst, e gjithë Amerika Latine mund të zhndërrohet në një tjetër vatër tensioni të hapur. Nuk përjashtohet mundësia që situata të degradojë në një përplasje të armatosur me pasoja të pallogaritshme për ekuilibrat politik dhe ushtarak në hemisferën perëndimore. Bota po bëhet gjithnjë më e ndërlikuar dhe e paqëndrueshme, dhe në këtë realitet të ri, ku kufit midis paqes dhe luftës janë gjithnjë më të mjegullt, zhvillime si këto tregojnë se edhe rajone që për dekada kanë qenë jashtë vëmendjes ushtarake, po kthehen në skena të betejave të reja, jo vetëm fizike, por edhe gjeopolitike.